Apostulli i ditës. Mos i vërduar as kujt me ngut dhe mos u bëj pjesëtar në mëkatet e tjerëve. Ruaje veten të pastër, mos pi më ujë, por përdor pak verë për stomakun tënd dhe për sëmundjet e tua të shpeshta. Disa njerëz mëkatet u duken sheshit dhe përpara gjyqit, ndërsa të tjerëve u duken më pas. Gjithashtu edhe veprat e mira duken, por dhe ato që janë ndryshe nuk mund të mbeten të fshehura. Po ti o njeri perëndis që dor nga këto dhe ndiq drejtësinë, perëndishmërinë, besimin, dashurinë, zemërgjerësinë dhe zemërbutësinë. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të radios Gjallë dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Timotheut, letra e parë, kapitulli 5, vargu 22 deri në fund dhe nga kapitulli 6, vargu 11. Vargu 22 thot: Mos i vër duart askujt me gut dhe mos u bëj pjesëtar në mëkatet e tjerëve, ruaj veten të pastër. Apostulli Pavli tashmë këshillon Timotheun si një episkop që të ketë kujdes që mos i vën duart askujt me gut. Çdo më thënë, ai kishte detyrën edhe për të transmetuar hirin priftëror, pra për të bërë klerik të kish. Dhe vetëm episkopi e ka këtë detyrë sepse është një detyrë që Zoti ja caktoi apostujve. Dhe kjo detyrë bëhet duke vënë duart mbi kandidatin. Por ky kandidat i cili vjen nga besimtarët duhet përmbush të gjithë kriteret për të bërë një klerik. Dhe nëse nuk i përmbush këto kriteret dhe episkopi e Hierotonisë, atëherë është fajtor episkopi bashkë me kandidatin dhe gjitha mëkatet e kandidatit kalojnë tek episkopi. Prandaj duhet pasur kujdes dhe apostulli Pavli thotë mos u bëj pjesëtar në mëkatet e tjerëve, ruaj veten të pastër. Kush janë këto mëkate? Kandidati mund të përdorë dhe marifete ndryshme, për shembull, siç është dhe simonia. Simonia është të japësh para për të marrë këtë shërbes në kish. Dhe kjo ka filluar nga Simon Magjistari, i cili kërkoi të jepte para apostullit Petro dhe Joanit që të merrte hirin e Shpirtit Shenjtë. Por apostulli Petro i tha i mallkuar ti dhe paratë tua. Dhe kjo ka ndodhur dhe është diçka shumë e gabor, ose mund të përdori tarafet, mashtrimet, intrigat. Prandaj dhe episkopi, siç kemi në këtë rast Timotheun, duhet të jetë i kujdesshëm para se të bëjë një hierotonis, sepse kjo është një përgjegjësi e madhe përpara Zotit dhe Zoti kërkoi llogari çdo episkopi që ka bërë një hierotoni të padrejtë, jashtë asaj që ka urdhëruar kisha, ose një hierotoni të nxituar dhe nuk e ka ekzaminuar, mund të themi, personin, pra është vërtet një kandidat sipas kritereve apo është një gënjeshtar, një mashtrues, vetë ai ose të tjerët që e afrojnë atë. Ruaje veten të pastër. Ruaj veten të pastër do të thotë jo vetëm që ta ruaj veten të pastër moralisht, siç ai e ka këshilluar më përpara, por të pastër në kuptimin i ndarë nga pjesëmarrja në mëkatet e tjerëve, sidomos në shërbesën ose misterin e hierotonisë. Mos pi më ujë, por përdor pak verë për stomakun tënd dhe për sëmundjet e tua të shpeshta. Këtu apostulli Pavli tregon edhe dashurinë e tij atërore ndaj Timotheut, që e kishte jo vetëm bashkëpunëtor, por dhe bir. Shikojmë që apostulli Timotheu kishte sëmundje, dhe një sëmundje duket ishte stomaku, duket për shkak të kreshme, agjerimit, pra ishin njerëz të përkushtuar dhe ishin njëri i cili e shtrëngonte veten, pra ai nuk abuzonte, pinte ujë. Në atë kohë vera ka qenë shumë e përhapur dhe verën e përdonin paganët edhe si një mjet për të lidhur me perëndit dhe verën e përzinin edhe me bimë narkotike, por shikojnë që Timotheu nuk e përdorte fare verën, por apostulli Pavli tashmë e këshillon që vera në vetvete nuk është as e keqe as e mirë, varet si e përdor, por ajo mund të jetë edhe e shëndetshme për trupin, prandaj i thot pi pak verë për sëmundjet e tua të shpeshta. Shikojmë dhe diçka tjetër që apostulli Pavli, apostulli Timotheu dhe të gjithë nuk ishin njerëz që kishin një shëndet të plot dhe gjithçka e bënin me fuqi njerëzore, por ata ishin njerëz të dobët, njerëz me probleme shëndetësore, me privime dhe ishte Zoti që vepronte me anë të dobësive tyre. Prandaj dhe apostulli Pavli kur e kuptoi këtë mister, që i tha Krishti që kur ti i dobët unë veproj me fuqi tek ty, atëra i tha lavdëroj Perëndin për dobësitë e mia, sepse kur jam i dobët, jam i fortë. Ky është misteri që vepron Zoti. Zoti nuk vepron te një njeri me egoizëm, mendimallësi ose me fuqi, por vepron te një njeri që është i përulur, i cili pranon dobësitë e tija dhe këtu Perëndia e përdor të njeri dhe bën vepra të mëdha me anë të atij. Dhe ne në kishën tonë e përdorim verën. Vera është
një pije, por hyn edhe tek si them tek ushqimet, dhe aq më tepër e përdorim edhe në liturgjinë hynore dhe sipas kanoneve apostolike, nëse dikush nuk e duron verën për ta pirë, ai ka një ndikim demoniak, sepse mund themi se djalli uren verën sepse vera përdoret edhe në misterin e falënderimit hynor. Por vera përdoret dhe për gëzim dhe për shëndet, por çdo gjë me mas. Dhe në vargu 24 na thuhet, disa njerëz mëkatet u duken sheshit dhe përpara gjyqit, ndërsa të tjerëve u duken më pas. Pra, tashmë apostol Pavli kërkon t'i thotë që bë kujdes kur gjykon, sepse disa njerëz mëkatet duken sheshit. Pra janë si një njerëz që i bie boris dhe gjithë e dëgjojnë. Dhe këtu për shembull flasim për njerëzit për shembull që janë pianec ose njerëz që si them i kanë hapur ato mëkatet e tyre. Por ka dhe disa njerëz që mëkatet nuk ju dalin për një herë, por më vonë. Për shembull, një njeri mund të ketë një lidhje të fshehtë, dhe nuk ja di askush, por dal nga dal ai zbulohet. Pra, duhet pasur kujdes sepse nuk mund të gjykojmë me shkrep të çastit. Dhe në vargu 25 kjo përforcohet. Gjithashtu edhe veprat e mira duken, por dhe ato që janë ndryshe nuk mund të mbeten të fshehura. Pra, në jetë vërtetohet kjo gjë sepse veprat e mira janë vepra që nuk bëhen në mënyrë të fshehtë, po janë vepra që bëhen edhe haptas. Por edhe veprat e ndryshme nuk mund të mbeten të fshehura. Zakonisht veprat e liga bëhen fshehtas në errësirë, por do vi një ditë që edhe këto do të zbulohen. Vetë Zoti do t'i nxjerrë në dritë, ashtu siç thotë në një vend tjetër, e keqja deskriton veten. Dhe përsëri Zoti u thotë nxënësve, atë që ju keni thënë në vesh do të shfaqet haptasi në pullazet e shtëpive, pra në mënyrë publike. Kështu që apostulli këshillon Timotheun të bëj kujdes kur gjykon, mos të nxitohet, por të pres me durim të vërtetën e Perëndis, duke marrë dhe opinionet e njerëzve dhe kështu të marrin vendime të sakta, sidomos në vënien e duarve, pra të transmetimit të hirit apostolik ose të hirit priftëror tek kandidati. Sidomos në mënyrë të veçantë në vënien e duarve ndaj kandidatit që paraqitet për të bërë episkop ose presbiter prift në kish. Dhe në vargu 11 të kapitullit 6 na thuhet, por ti o njeri i Perëndis, hiq dorë nga këto dhe ndiq drejtësinë, perëndishmërinë, besimin, dashurinë, zemërgjersinë dhe zemërbutësinë. Timotheu këtu cilësohet nga apostol Pavli si njeriu i Perëndis. Ky titull zakonisht u jepej profetëve në dhjetën e vjetër dhe përshkruante një njeri që ishte i perëndishëm në sjelljen e tij. Kjo mund tregohet se Timotheu kishte dhuntinë e profecisë, por ishte dhe një njeri që kishte marrë detyrën e apostollimit ose të episkopit nga Perëndia, pra nëpërmjet profecive dhe në vënien e duarve nga apostol Pavli. E kundërta e njerit Perëndis është njeriu i mëkatit, pra ai që përmendet tek letra e Thesalonikëve dhe këtu flet për antikrishtin. Njeriu i mëkatit është plot mëkat dhe çdo gjë rreth tij bën që njerëzit të infektohen nga mëkati, pra të rebelohen ndaj Perëndis. E kundërta është me njeriu i Perëndis. Ai rrezaton hirin e Perëndis dhe i afron dhe i drejton njerëzit tek Perëndia. Ashtu si thotë edhe një shenjtor, bushu me shpirtin e shenjtë dhe të gjithë do të rrihen afruar rreth teje. Por apostol Pavli i thotë, hiq dorë nga këto. Dhe kush janë ato që i ka përmendur më sipër në letër? Pra nga gjërat e kota, thashë themet, gjenealogjit, papastërtia, nga fryma e pakënaqur, nga lakmit, pra lakmit e marra dhe të dënshme, lakmit për para, dhe ai duhet të ushtronte karakterin e krishterë, gjën e vetme që mund të marrë me vete në qiell. Kështu na jepen elementet e karakterit të krishterë: drejtësia, perëndishmëria, besimi, dashuria, durimi, zemërgjersia ose zemërbutësia. Drejtësia flet për panshmëri dhe ndeshmëri në marrëdhëniet tona me njerëzit. Perëndishmëria është ngjashmëria me Perëndin, që do të thotë të jesh i mbushur me hirin e Shpirtit të Shenjtë dhe të bësh ato çfarë Krishti do të bënte. Besimin nuk kuptojmë gjithashtu edhe besnikërinë ndaj Zotit, por edhe besnikëri ndaj të tjerëve. Dashuria flet për dashurinë tonë si ndaj Perëndis, por edhe ndaj të afërmit, dhe durimi është përcaktuar si qëndrueshmëria në këto prova që do të kalojë besimtari, dhe zemërbutësia është mirësjellja e përulur ndaj të tjerëve, sidomos një episkopi. Pra këto elemente të karakterit krishterë
që duhet t'i kishte Timotheu, duhet t'i ketë çdo episkop në kishën tonë ortodokse, sepse vetëm kështu ai është vërtet një ikonë e Krishtit, një apostull, një angjëll i kishës, një mbikëqyrës, një atë, një bari i popullit të Perëndis. Dëgjuat komentin e letrës apostullit Pavlit drejtuar Timotheut.